se sa kjo që po humasin e sot. Ndaj dhe unë shpeshherë jam treguar shumë i ashpër në qëndrimet e mia ndaj pushtetit, sepse unë di çfarë po humbet shoqëria shqiptare. Shoqëria shqiptare po humbet atë që nesër, nëse sot është një frikë, nesër do kthehet në një dhimbje. Dhe dhimbja është më e fortë se frika. Dhe mos reagimi në kohë i shoqërisë shqiptare ka bërë një fjalë që në institucione sot kemi njerëz të papërgjegjshëm, të kryen veprime. Pra, unë ju kërkoj ndjes, ndoshta jeni njohur edhe me denoncimet e fundit që kanë bërë për sa i përket ngjarjeve të fundit në Durrës. Unë e quaj një çmenduri. Pra vetëm njerëz të çmendur, me djalë me kujdes. I drejtohem drejt për drejt kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, kabinetit të tij dhe bashkëpunëtorët e tij lokal dhe qendrar. Vetëm njerëz të çmendur mund të bëjnë një masakër të tillë qytetarëve. Kjo lloj masakre është me vedije të plot. Pra, për t'i mërsitur, për t'i grapitur, për t'i vjedhur, për t'i lodhur, për t'i gjunjëzuar, për t'i përdorur, dhe në fund fare për t'i blerë siç e bleu me 11 maj. Qartë. Zoti Stava, nga ana tjetër, mendoni se Shqipëria tashmë po përballet më shumë me një krizë rendi apo me një krizë shteti? Pra ku e shihni kufirin ndarës mes të dyjave këtyre? Atëherë, në një situatë të tillë kur krimi dhe shteti pothuajse bashkëtojnë, kriza nuk është që prek vetëm rendin. Kriza prek gjithçka. Dhe reagimi i elementeve është pothuajse në çdo sektor të shoqërisë. Ne mjafton të marrim shëndetësinë. Është për të ardhur keq se si e kemi shëndetësinë. Mjafton të marrim ekonominë. Është për të ardhur turp se në çfarë situate e kemi ekonominë. Kur resurset nënujore apo nëntoksore apo mbi toksore të Republikës së Shqipërisë janë të jashtëzakonshme. Ne kemi pasuri nëntoksore dhe mbi toksore, jo për një popullsi për 2 milionash, apo 1.8 sa kemi ngelur, apo 1.4 sa mund të jetë në realitet. Ne kemi pasuri të jashtëzakonshme. Por mënyrën se si e menaxhon pushteti, dalim pastaj tek sektorët e tjerë, dalim tek sektorët e rendit. Pa aty ku nuk ka rend dhe siguri kuptohet me fjalë që shoqëria gjithmonë është në një trusnim të jashtëzakonshme. Këto janë skenare, nuk janë skenare që janë ndërtuar nga Rama, sepse e nisëm që në fillim. Një skenar i nisur prej nga qarqe. Në qoftë se më men, në një bisedë para disa ditëve ne bashkë kemi biseduar dhe unë kam thënë një diçka, që ndoshta disa miqve të mi nuk i pëlqeu. Dhe më thanë mos ishte akuzerant. Pra, në Shqipëria sot kontrollohet nga krimi organizuar, kombëtar dhe ndërkombëtar. Unë i qëndroj përsëri këtij versioni. Shqipëria, miqtë e mi, qytetarë të nderuar, Shqipëria sot është peng e krimit kombëtar dhe ndërkombëtar. Në qoftë se para 20 vjetësh Shqipëria ishte një prodhues pa e mohuar dhe në kohën e Partisë Demokratike, që prodhoi kanabësi. Por sot Shqipëria pas viteve 2015-2016, Shqipëria u kthy në një hambar e prodhimit të kanabisit. Por kjo solli prodhimin e krimit. Dhe krimi nuk ishte më vetëm tek brezjeri apo vetëm tek kontingjenti kriminal i cili merrej me kultivimin e kësaj bime. Por aty u kriminalizua dhe shoqëria. Por aty ka një efekt të jashtëzakonshëm sepse duke lënë arat të pambjella, pra, bujqësia devijoi drejtimin. Pra, këtu është një krim i jashtëzakonshëm që u ka bërë ekonomisë shqiptare. Është një krim që nuk lindi në mënyrë spontane nga 2 individ. Jo, kjo është çështje sistemi. Pra, sot Shqipërinë e kontrollon ky sistem. Në fakt, ku krimi organizuar ka peshën kryesore. Dalim tek ajo që unë thash me fjalë, që pse unë ngritem një akuzë ku krimi i organizuar ndërkombëtar e ka kryer Shqipërinë në një kanal të jashtëzakonshëm të trafikimit të drogave të forta. Dhe ky është fakt. Mjafton të marrin informacionet e agjencive të huaja, të cilat koordinojnë dhe me prokurorinë shqiptare dhe me SPAK-un. Ne e di mirë me fjalë që rruga tranzit e Shqipërisë sot është kthyer dhe nuk cënohet askush, pra është aq i sigurt kalimi, saqë si në vendet në Kolumbi apo në Venezuelë. Dhe ky është një fakt. Dhe faktet nuk ka nevojë me fjalë që unë të prezantoj shifra, sepse policia shqiptare dhe agjencitë shqiptare nuk kanë shifra, sepse nuk kanë goditur, ndërsa agjencitë italiane, hollandeze apo të tjerë kanë informuar dhe raportuar, por gjatë rrugës, gjatë kalimit tranzit, asnjë nga këto ngarkesa nuk cënohet. Dhe kjo vërteton në fjalë atë që ne themi, që Shqipëria sot është kthyer në një pronë e krimit ndërkombëtar për kalimin e drogave të forta. Zoti Stava, pikërisht te grupet kriminale do duhet ndalesha. Cili është mesazhi që u shkon grupeve kriminale kur krimet e rënda nuk zbardhen dhe nuk kemi asnjë përgjegjësi nga institucionet politike? Atëherë, në ka patur një shtrat më të sigurt sa ka gjetur krimi organizuar, sot në Shqipëri nuk ka ku të shkojë.
mjaftot të marrim rastet e fundit të ngjarjeve, apo të skandaleve, apo të incizimeve, apo të vetëpërgjimeve, ne aty kuptojmë fjalët deri ku ka arritur qeveria shqiptare. Në moment që qeveria shqiptare i dorëzon çdo informacion sekret, ne do të kemi parasysh diçka. Ne jemi vend antar i NATO-s, po duke qenë vend antar i NATO-s, dhe ne t'i besojmë pra sekretet më të rëndësishme të sigurisë së shtetit, individët të cilët janë dhe me rekorde kriminale, kjo tregon një fjalë, kjo nuk ka nevojë që unë të them, as të ulur as. Kjo është një mesazh i jashtëzakonshëm për shoqërinë shqiptare, jo për opozitën. Unë flas për shoqërinë, sepse pasojat nuk do të ketë vetëm opozita, nuk do të ketë Osmani, nuk do të ketë ato që votojnë djathtas, apo ato që mendojnë ndryshe nga qeveria. Pasojat do të ketë gjithë klasa, gjithë shoqëria shqiptare. Dhe këto janë pasojat ku një grup i caktuar njerëzish këtë sistem, pra pushtetin, e kanë kthyer në bashkëortakri me krimin e organizuar. Kjo është një fatkeqësi kombëtare. Zoti Stava, ju sot drejtësinë si e shihni në Shqipëri dhe në një situatë ku strukturat e sigurisë akuzohen për korrupsion dhe kërmomentim, sa i besueshëm është i gjithë procesi i hetimit nga brenda sistemit aktual, flas? Atëherë ne do të kemi parasysh diçka. Duam ne. Korrupsioni është një proces i pashmangshëm. Kompromitimi i individëve të caktuar është një proces i pashmangshëm. Rishveti është një proces i pashmangshëm, ekziston kudo. Shqetësimi im nuk është problemi sepse kemi korrupsion, kemi rishvet apo kemi edhe mitmarrje. Shqetësimi im si qytetar dhe kryetari i Partisë Demokratike Djegë Durrës është sepse sot pra krimi organizuar, korrupsioni është kthyer në sistem. Pra çdo nënpunës apo punojës i shtetit sot nuk ka interes të shërbejë qytetarit, po ka një qëllim të mirëfillt, ai ngrihet mëngjes nga shtëpia, shkon në punë dhe çfarë do të përfitojë, po jo dhe jo çfarë të shërbejë. Kjo është ajo që më shqetëson mua. Sepse duke e mbushur administratën me militantë dhe jo profesionistë, normalisht ne këllëdoj produkti do të kemi në shërbim. Dhe kjo është problemi. Unë do të them diçka shumë të thjeshtë juve. Pra para rreth 10 ditësh në Durrës pati përmbytje të jashtëzakonshme. Në marrë fatkeqësitë natyrore janë gjëra me fjalë që shoqëria njerëzore ka shekuj që ballafaqohet me ta. Por ajo që ndodhi në Durrës nuk është një fatkeqësi natyrore. Unë nuk duhet të referohem atyre që thanë sinoptikët, pra që milimetra shi në Durrës kanë ardhur rreth 44. Por unë i referohem asaj çfarë ka ndodhur me qytetin tim. Çfarë ka ndodhur me fjalë se si u transformuan ato pra ato mbjellësit, ato u larguan, ju dhanë private, u spostuan, unë e kam denoncuar para 2 vjetësh, këtë që po ndodh. Dhe unë e kam denoncuar sepse ai që u ndërtua në Porto Romano, hidrovori, nuk ka lidhje fare me qytetin, është jashtë funksioni, aty thjesht janë harxuar 19 milion euro për llogaritën një kompanie. Unë nuk duhet merrem fare me kompaninë, sepse shpesh herë ne kemi një problem shumë të madh, qoftë ne si politikanë, qoftë analistët apo gazetarët dhe qytetarët. Ne akuzojmë privatin. Ka një parim në kapitalizëm. Privati ka një qëllim, të përfitojë apo të fitojë sa më shumë në biznesin e tij. Por kush është, pra shteti është administratori i pasurive shtetërore dhe administratori i pasurive publike. Është pikërisht nëse shteti bëhet ortak me privatin, përgjegjësia është në nënpunësit të shtetit. Pra është pikërisht shtetari, ai që ka marrë përgjegjësi nëpërmjet vullnetit të qytetarëve për të administruar pushtetin, ajo është pjesë e përgjegjësisë. Unë nuk e kam problem të përmend emrat e oligarkëve, është gjë më e thjeshtë. Sepse edhe ato janë pjesë e kësaj që po i ndodh shoqërisë shqiptare, ato janë pjesë e kësaj që po i ndodh pasurive të kombit tim. Por ka një të vërtetë. Është nëse një nënpunë shteti apo një shtetar nuk do ta pranonte një gjë të tillë, në mënyrë kategorike nuk mund të vepronte ai biznesi, as Kastrati, as Zamirmane, as Bashkimi Ule, as kërkush. Dhe kjo është realiteti. Pra shteti është sepse